sepse mjeku në fjalë e ka plotësuar formularin e ekspertizës form katalogut. Faktikisht akuzuarit asnjëherë nuk kanë kërkuar falje përmes ndërmjetësuesve. Pra punë sot jam këtu para kësaj gjykate me shpreh mëllefin tem, indinjatën time të thellë me rastin e një vendimi që gjykata themelore në PEJ Departamenti i Krimeve të Rënda ka marrë me datën 4/11/2025 me rastin e tragjik në aksidentin hekuror në jashtënisë të Klinës me datën 21/11/2022 të kadetit policisë së Kosovës Flodian Shrabaj. Ne gjatë gjitha seancave kemi qenë të durueshëm, kemi prit që me datën që tashun gjykata ka me nxjerrë një vendim të drejtë, një vendim që bazohet në prova dhe dëshmi të cilat i ka siguruar Prokuroria Themelore në PEJ, por nuk kemi pritur që kjo gjykatë ka me nxjerrë një vendim drastik, një vendim të pa bazuar dhe një vendim që nuk i administron provat të cilat i kom kërkuar unë në gati në gjitha seancat dhe të cilat i ka paraqit edhe Prokuroria Themelore në PEJ. Vendimi i parë i cili është nxjerrë nga kjo gjykatë, po i njëjti gjyqtar, ka qenë dënim me shqiptim dënimit prej 10 viteve të akuzuarit të parë dhe 5 vite të akuzuarit të dytë, babait të tij. Me rikthim në rigjykim që e kthen vendimin e thënë Gjykata Supreme në Prishtinë, e cila nxjerr një vendim dhe konstaton se aksidenti ka ndodhur afër shtëpisë të ndjerit dhe për këtë arsye të akuzuarit kanë ikë nga frika e familjarëve të vdekur, gjë që edhe kjo konstaton që këta veç e kanë njoft Flodianin dhe më pas kanë njoft mu, kur dihet botërisht, është edhe në hartën e Republikës Kosovës edhe krejt bota e dinë se ku ekziston fshati Nabërgjan dhe ku ekziston fshati Jashanis. Pra do thot nga Nabërgjani shtëpia e të ndjerit deri në vendin e aksidentit janë 34 km/h. Pas kësaj, me gjykimin e dytë gjykata merr vendim lehtësues për të akuzuarit. Kështu që të akuzuarin e parë Arton Durakun i shqipton dënim prej 6 vite dhe 10 muaj, dënim unik, ndërsa të akuzuarit të dytë babait të tij Nezir Duraku të jep dënim me 10 muaj burgim, duke e marrë parasysh edhe dënimin edhe vuajtjen që e ka kryer para burgim. Administrimi i provave nuk është administruar ashtu siç kom kërkuar unë. Thashë në të gjitha seanca gjyqësore që mu ka dhënë fjala që të flas dhe të kërkoj, kam kërkuar nga gjykata që nëni të ftohet si dëshmitar në seancë personeli i mjekësisë familjare në Klinë mjeku, i cili e ka tërheq trupin Flodianin si për të gjallë. Kështu që me një në atë mëngjes të gjitha mediat kanë shkruar që vdekja është konstatuar pasi që ka arrit në qendrën e mjekësisë familjare. Në të dytën kam kërkuar që të bëhet listingu i telefonave, për arsye se me kanë fol 5 minuta para si me ndodh rasti e deri me arrestimin e tyre pra pas 30 orëve, gjë që edhe kjo provë nuk është administruar dhe nuk është kërkuar nga gjykata që organeve kompetente kërkohet për listingun e tyre. E treta është se kam kërkuar që të bëhet një super ekspertizë. Nëse jo të ftohet një ekspert tjetër që mundet për me e elaborua ekspertizën e lëshuar nga mjekësia ligjore, Instituti Mjekësisë Ligjore, kam dyshime shumë të mëdha aty, sepse mjeku në fjalë e ka plotësuar formularin e ekspertizës form katalogut. Nuk kam ekspertizë të plot, kam ekspertizë të përgjysmume, asë një fotografi nuk kam, asë një incizim nuk kam, krejti kam 3 faqe, pa vrejtje patologjike dhe në fund të jep një konstatim thot që ka vdek nga politrauma. Faktikisht akuzuarit asë njëherë nuk kanë kërkuar falje përmes ndërmjetësuesve, se një ditë duhet më ra më ullë në një tavolinë edhe më folë diçka lidhur me këtë rast edhe me familjen e tyre. Prandaj kom pas dëshirë që rastit të zbulohet, të vërtetohet ashtu siç është, edhe mas andej të shihet burrnia jeme.